Krishterët ortodoks festojnë ditën e Emrit për të nderuar festën e shenjtorit të tyre mbrojtës, emrin e të cilit ata morën në ditën e pagëzimit. Duke qenë se pagëzimi është rilindje shpirtërore dhe fillimi i një jete të re në Zotin, në traditën e krishterë ortodokse, personi i cili pagëzohet në emër të Shënt Rinisë merr një emër të ri, emrin e një shenjtori, jeta e të cilit do të jetë një udhërrëfyes dhe shembull për atë që merr emrin e këtij shenjtori në ditën e pagëzimit. Gjithashtu shenjtori konsiderohet edhe mbrojtësi dhe ndërmjetuesi qiellor që i lutet Zotit në emër të besimtarit. Të shëndono asketi, zgjedhën e Zotit Jesu, për mbi supët e ngre me gaz, dhe për dështrin me kryq, krye lartin Satan të zim, dhe me banore çdo shkret të tire mbush, me manastire, murgë dhe askëtin, lumti o shënar, o lavdije murgërve pra Zotit Krisht, lutui për gjithën e që të shpëtohemi. Kronika e ditës së sotme në Mediangjallja do të ndalet në kishën e Shën Nikollës në Elbasan, në ditën ku kremtohet Oshënar Andoni i Madh, emrin e të cilit mban edhe mitropoliti i Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit, Hirësia e tij Im Zot Andoni. Me të jetë o Zot, për dëllimi yt mbi ne, si kundër kemi shpresuar tek ti. Hirësia e tij, mitropoliti i Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit Im Zot Andoni, lindi më 7 dhjetor të vitit 1969 në Tiranë. Në vitet 1996-1999 kreu studimet në Akademinë Teologjike Ngjallja e Krishtit Shën Vlash Durrës. Në vitet 2002-2006 studioi në Fakultetin Theologjik të Universitetit Kombëtar Kapodistria të Athinës. Përfundoi studimet master në dhjatën e re në Universitetin Aristotelit të Selanikut. Është diplomuar në nivelin master dhe në degën në sociologji, psikologji, komunikim të arsimit të lartë ISAT. Gjithashtu është diplomuar në Universitetin UBIS të Gjenevës. U qeth murg dhe u hirotonis dhjak në vitin 2000 nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortëlumturia e tij Më Zot Johani, atëherë mitropolit i Korçës. Në 21 nëntor të vitit 2002 u hirotonis prift nga fortëlumturia e tij kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Indjeri Anastas. Në 21 nëntor 2006 u hirotonis episkop, duke u caktuar episkopi i Krujës, episkop titullar dhe ndihmës i kryepiskopit dhe shërbeu si protosingjel i kryepiskopatës së Hirshme të Tiranës. Me vendimin e Sinodit të Shenjtë për krijimin e Mitropolisë së Elbasanit, Hirësia Andoni u caktua mitropolit i saj. Frymëzimi i tij u krye më 17 prill 2016 në kishën e Shën Nikollës Elbasan. Antar i bordit të Fondacionit Frym Dashurie, antar i bordit ekzekutiv të Fondacionit Klinika Ortodokse Ungjillëzimi. Ka qenë antar i Komitetit Ndërfetar të Shqipërisë dhe ka dhënë mësim në Akademinë Theologjike Ngjallja e Krishtit Shën Vlash Durrës në periudhën 2006-2012. Ka marrë pjesë në shumë konferenca, takime dhe aktivitete duke përfaqësuar dënjësisht Kishën e Shqipërisë. Episkopin ton Joan, kryepriftërinë të priftërinë të diakonët, të vllazërinë tonë më Krishtin, kombin tonë shpresëtar që bërin ushtrinë dhe gjithë popullin, të gjithë ata që banojnë dhe ndodhen në këtë qytet,
e në rritët e Petropën ndihmëtarët dhe të ruesit të kësaj kishe, si dhe të gjithë ata që marrin pjesë në këtë liturgji hynore, i kujtoftë Zoti Perëndi në mbretërinë e tij, gjithnjë tani e për herë në jetë të jetëve. Amin. Në liturgjinë hynore në të kremtin e Shën Andonit të Madh, meshuan gjithashtu edhe klerik të Mitropolisë së Hirshme të Elbasanit, priftrinj dhe diakon. Gjithashtu, kori bizantin në drejtimin e pedagogut të Akademisë Teologjike, Zotit Harallam Tereziu, krijoi një atmosferë me të vërtet shpirtërore. Vëllezër e motra, sot kemi një ditë e cila i kushtohet një nga etërve oshënar ose asket, murgjër pra, i cili me të drejtë është thirrur edhe si ati i asketërve. Bëhet fjalë për Shën Andonin e Madh, i cili jetoi në Egjipt në shekullin e 3, si krishter në jetën e tij, dhe donte që të përmbushte me gjithë shpirt atë që Zoti kërkonte për njerëzit dhe veçanërisht për jetën e tij. Dhe na thuhet që ndërkohë që ishte në këtë kërkim të tij personal, në kohën që vajti në kish, dëgjon ungjillin, fjalën e Zotit, i cili i drejtohet djalit pastanike dhe i thotë: nëse do të jesh i përsosur atëherë, shit gjithçka, ndaju atë të varfërve, edhe eja e më ndiq. Këtë fjalë Shën Andoni e mori personale. Nuk e pa thjesht si një shembull që mund të jepet të gjithë njerëzve në kuptimin për të mos lakmuar pasurinë, por ai e priti ashtu siç edhe u lut, si një këshill për jetën e tij. Dhe na thuhet që ai me të vërtet çfarë pasurie kishte trashëguar nga prindit e tij, ja u ndau të varfërve. Ajo që është më e rëndësishme dhe që vazhdimisht Shën Andoni thekson është të shikojmë veten tonë. Vazhdimisht ne fokusohemi tek të tjerët. E kemi shumë kollaj të gjejmë gabimet e të tjerëve. E kemi shumë kollaj të kritikojmë ata. Dhe e kemi akoma dhe më kollaj që t'u japim këshilla se çfarë duhet bëjnë. Po nga krahu tjetër, e kemi pothuajse të pamundur shpeshherë të shikojmë kush janë mangësitë tona, kush janë dobësitë tona, edhe për më tepër të bëjmë diçka për të rregulluar këto. Kjo kërkon me të vërtet një angazhim të plot e të madh shpirtëror. Për këtë arsye, jeta shpirtërore nuk është e lehtë. Ajo mund të jetë e bukur, sepse çdo hap që bëjmë, ne largohemi nga e liga, nga mëkati, dhe çdo hap që hedhim, e hedhim drejt Perëndis. Perëndia na ndriçon mendjen, na ngro zemrën, dhe sigurisht edhe ne fillojmë të ndjejmë praninë e tij. Por kjo është një përpjekje as pak e lehtë. Zoti Krisht na thotë që kush do të vijë në mbretërinë time, do të duhet të ndjekë rrugën e ngushtë, e cila shkon lart. Nësa rruga që shkon në humbje është e gjerë, edhe është tat poshtë, dhe shumë njerëz fatkeqësisht ndjekin atë udhë. Në përfundim të liturgjisë hynore, Mitropoliti Andon lexoi dhe uratën e bekimit të grurit për nder dhe kujtim të Shën Andonit të Madh. Ti që i përsose të gjitha me fjalën tënde, o Zot, dhe urdhërove dheun të nxjerr farat të gjithë llojeve për shijimin dhe ushqimin ton, që me farat i tregove të 3 djemtë edhe Danieli më të shkëlqyeshëm se ata që ushqeshin me bollok në Babiloni. Ti, o mbreti të mirë, bekoj edhe këto fara së bashku me frutat të ndryshme, dhe ata që marrin pjesë prej tyre shënteroi se këto janë vënë përpara për lavdinë tënde, dhe për nder dhe kujtim të Shën Andonit të Madh, dhe për nder dhe kujtim të mbaruarve me besim dhe shpresari, dhe jepo e mirë atyre që i kanë mirë rregulluar ato dhe atyre që e festojnë kujtimin. Të gjitha kërkojnë për shpëtimin dhe ofrimin të mirave të përjetshme, me ndërmjetimin të sonjës tonë pacënuar, i lindë dhe gjithmonë Virgjëreshës Mari, të Shën Andonit të Madh që lusin sot të gjithë shenjtorëve të tu, se ti je ai që bekon dhe shënteron të gjitha, o Krisht, Perëndia ynë, dhe ty ta drejtojmë lavdinë bashkë me atin tonë pa fillim dhe shpirtin tënd të rrshenjtë, të mirë dhe të bërës, tani e për herën në jetë të jetë. Gjithashtu, në emër të klerikëve dhe besimtarëve të Mitropolisë së Elbasanit, Atë Gjergji, starvofor dhe ikonom, përshëndeti me fjalë urimi Mitropolitin Andon në ditën e emrit të tij. Faleminderit Atë Gjergji, faleminderit për fjalët në emër të gjithë klerikëve. Edhe unë duhet falenderoj as parë klerikët që na erdhën sot, edhe patjetër i falenderoj për kushtimin, për angazhimin e gjithë këtyre viteve që kanë pasur pranë famullive, njerëzve,
Perëndia t'i bekoj, sepse si thotë ajo shpreha, trimi i mirë me shok shumë, nuk ka trim të vetë. Kështu që në një farë mënyre, priftrinjt janë pasqyra e peshkopit, po edhe pasqyra e priftrinjve është peshkopi, edhe e kundërta gjithashtu. Por sot ju falenderoj të gjithëve juve që ishit të pranishëm, Perëndia t'ju bekoj, e për herën të jemi kështu të bashkuar me hirin e Perëndisë. Gëzuar të gjithëve e faleminderit. Më pas, Mitropoliti Andon organizoi një pritje në ambientet e kishës së Shën Nikolës, duke dëgjuar urimet e shumta të klerikëve dhe besimtarëve pjesëmarrës në liturgjinë hyjnore, me fjalët "Përshëndetje o kryezot". Dhe si gjithmonë, një fotografi për kujtim.